Parë ministri në detyrë rimbrojtjes Eyüp Maqedonci deklaroi se Serbia i ka vendosur 70% të forcave të saj ushtarake në kufi me Kosovën. Këtë deklaratë e ka bërë gjatë një interviste, teksa garantoi se FSK-ja, bashkë me aleatët amerikanë dhe të NATO-s, duhet të mbrojnë çdo pëdhëm toke të Kosovës. Kjo deklaratë bëri bujë, teksa u komentua nga shumë ekspertë të sigurisë. Duke parë këtë zhvillim, Maqedonci doli mbrëm në një reagim, ku tha se tematizimi i deklaratës së tij po bëhet për të larguar vëmendjen e qytetarëve nga një ngjarje më e madhe që po zhvillohet në Kosovë, atë të ushtrimit Defender Europe 25. E ndjej të nevojshme të sqaroj para qytetarëve se në pothuajse të gjithë paraqitjet e mia publike për të paktën 2 vitet e fundit, sa herë jam pyetur rreth pozicionimeve të forcave ushtarake serbe, kam thënë gjithmonë të njëjtën përgjigje dhe kam paraqitur të njëjtat fakte, është shprehur mes të tjerash ministri në detyrë rimbrojtjes, por shefi i tij në ekzekutiv, kryeministri në detyrë Albin Kurti, nuk tha se ky lajm është i vjetër, por deklaroi se kjo rritje e gatishmërisë së forcave të armatosura të Serbisë në kufi me Kosovën po bëhet si reaksion ndaj Defender Europe 25. E rritja e gatishmërisë dhe pranisë në kufirin tonë të forcave të armatosura të Serbisë, besojmë që është reaksion ndaj Defender Europe 25, por ajo çfarë nuk di mende është se apo bëjnë këtë të mirë vetë Serbia, apo një gjë të tillë ka kërkuar Rusia. Kurti gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë. Ndërkohë Maqedonci në reagimin e tij potencoi se lajmi për propozimin e forcave ushtarake serbe nuk është një lajm i ri.